Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku ditën e sotme me mua Tirona Lilin. Ju kërkoj ndjes në fakt që videot janë amatore, por duke qenë në rrugtim nuk dua asnjëherë që t'ju la pa informacione. Shoh shumë komente, më vijnë shumë mesazhe si në Instagram, ashtu edhe në TikTokun tim personal, ashtu edhe në YouTube të njerëzve të cilët dëshirojnë të dinë për Eglin dhe për marrëdhënien e saj me Gjestin. Ditën e djeshme, Egli ka postuar një video në Instagramin e saj, ku po shëtitet dhe po argëtohet në Kosovë. Tani, ato njerëz të cilët e kanë njohur Gjestin nga afër dhe e kanë njohur dhe të kaluarën e tij, do me thënë kush ka qenë Gjesti më herët, çfarë makinash ka përdorur, si ka qenë makina, ka qenë diçka e madhe komentimi që është bërë për të. Do me thënë është komentuar për Eglin, është komentuar se në makinën e kujt lëviz, dhe makina që Egli natën e mbrëmshme ka qenë thuhet që është makina e Gjestit. Do me thënë dizajni brenda, pamja si duket brenda i ngjason shumë makinës së Gjestit. Ajo është një BMW 540 nëse nuk gabohem, apo 340, tash për ato që merren me BMW-ja e din më mirë, por kjo është ajo që unë doja ta them. Egli duke që është shumë e lumtur, po e shijon pafund, po kënaqet pafund, po gëzon pafund në fakt, edhe po jeton çdo moment të bukur. Por do ta ndjekim në ditët në vazhdim se si do të vinë gjërat më pas, do të bëj një komentim më të detajuar për këtë ngjarje.